Okay, läuft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Vllazërit e dashur shqiptar, unë jam një vlla juaj edhe dëshira ime është që më bëj një apel juve gjithë shqiptarëve, kado që janë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, gjithë ato shqiptarë etnike dhe në gjithë botën ku gjenden shqiptar e kthehu në rrugën e vërtetë, në rrugën e shpëtimit, në rrugën e Allahut, që është i vetmi shpëtim për ju në këtë dyja dhe në ahiret. Ky është një apel që ja u drejtoj gjithë vëllezërve musliman kudo që janë, që të kthehen rrugës e vërtetë, rrugës së shpëtimit, rrugës e cila çon xhenet dhe të largohen nga gjitha të lashat e kësaj dyjaje, sepse çdo rrugë tjetër përveç islamit është humbje dhe humbja çon në xhehenam, ku do të qëndroni përgjithmonë. Kjo nuk është dëshira ime, dëshira ime është për ju, për gjithë shqiptarët kudo që janë, sepse ju du për hir të Allahut që të shpëtoni nga dënimi i Allahut në këtë dyja dhe në dynjan tjetër në ahiret. Vëllezër të dashur shqiptar, siç po shihni edhe ju, gjithë kjo tragjedi që kemi pësuar gjithë këto vite, gjithë këta shekuj, gjitha këto lufta, gjitha këto tragjedi, kjo ka qenë një dënim nga Allahu i madhërueshëm, ka qenë edhe një sprovë që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka qu popullit ton, disa prej tyne që veç Allahu i din, mirë po ne mendojmë që jemi vetë fajtor për shumë tragjedi, për shumë lufta dhe për gjendjen tonë në përgjithësi dhe gjitha të lashët që na vinë nga gjunahet tona, na vinë nga lënia e rrugës së Allahut xhelle xhelaluhu. Ju bëj apel që të ktheheni në rrugën e vërtetë, në rrugën e shpëtimit, në rrugën e cila na çon në fitore, e cila na çon në xhenetin të cilën e kanë për qëllim të gjithë njerëzia. Mirë po, e vetmja rrugë, e vetmja mundësi për të arritur xhenetin, kënaqësinë e Allahut është Islami. Islami është e vetmja fe e pranuar tek Allahu i madhërueshëm. Gjitha fe tjera janë të krijuar ose janë të themeluar nga njerëz, janë ide të kota të cilat çojnë gjitha në humbje. Islami pra është e vetmja fe e pranuar tek Allahu. Allahu nuk pranon asë një ide tjetër, asë një fe tjetër përveç Islamit, sepse Allahu Islamin e ka bo për njerëzit, e ka bo Kuranin e ka zbrit si shariat, si ligj, si shpallje që njerëzit ne pasu dhe që nëpërmes Kuranit, fjalës së Allahut madhëruar, ne të jetojmë, të punojmë, të zhvillojmë jetën tonë dhe që çdo musliman që e pason fjalën Allahut, ai do të arrijë kënaqësinë e Allahut madhërueshëm dhe do të arrijë inshallah xhenetin për të cilën gjithë jemi të interesuar dhe për të cilën gjithë kemi dëshirë që me arrit. Pra kënaqësia e Allahut është vetëm nëpërmes Islamit. Qofse ne Islamin e praktikojmë, ne e arrijmë kënaqësinë e Allahut madhëruar. Allahu është i kënaqur me ne vetëm qofse e praktikojmë Islamin. Islami vllazën të dashur dhe ata që ende nuk janë vllazën, po janë në fe, në besime, në ide të ndryshme, ju apeloj që të ktheheni, që ta praktikoni Islamin. Gjithë ata muslimanë që i thonë vetit musliman, por nuk e praktikojnë Islamin, ju bëj apel që ta praktikoni Islamin, se vetëm nëpërmes praktikimit të Islamit arrihet kënaqësia e Allahut dhe çohet në vend urdhnat, e Allahut madhum, sepse Allahu nëpërmes Kuranit dhe nëpërmes të dërguarit të tij, profetit fundit, vulës e pejgamberëve, Muhamedit alayhis salatu wassalam, neve na ka mësu edhe na ka tregu se si praktikohet Islami. Ai ka qenë mësuesi ynë më i mirë, prandaj le ta ndjekim rrugën e të njëjtë më të mirë që ka pas kjo tokë, Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe ta ndjekim rrugën Allahut madhërisëm, e ky është Kurani, fjalë e Allahut.
dhe gjithë pejgamberët tjerë kanë qenë musliman, mos ta harrojmë, mos të mashtrohet kush, sepse gjithë pejgamberët pej të parit, Ademit alayhi salatu wassalam deri në fund Muhamedit alayhi salatu wassalam kanë qenë musliman që kanë besuar në Allahun një dhe që nuk i kanë bërë shok Allahut dhe që kanë thirrën tauhidin e pastër me besu Allahun një dhe me s'mi bërë shok Allahut. Pra, gjitha ide, gjitha tjetë për pas islamit janë të kota dhe të qojnë humbje. E vetëmja feje pranume edhe njëherë për përsëris është islami, sepse këta duhet me përsërit jo njëherë, po çdo herë, sepse njerëz duhet ta kuptojnë njëherë për gjithmonë që vetëmja rrugë e cila çon xhenet, e vetëmja fe e cila është pranuar te Allahu, e nëpërmes saj shkohet në xhenet është islami, është fe e pranuar te Allahu. Prandaj ju bëj apel, edhe atyre që nuk janë musliman, po janë shqiptar, që ta pranojnë islamin, të hynë në islam, ta praktikojnë islamin, sepse gjitha ato që ata mendojnë që janë të vërteta, ato janë të kota, e vetmja e vërtet është islami. Prandaj ta dinë edhe ta marrin në vesh e ta kuptojnë, sepse nuk ka më arsye ku dalin për Allahit Xhelel Xhelaluhu, nuk kemi arsytim me thonë nuk e kom ditë, sepse sot është bo e qartë, fjala Allahut madhrum është përhap dhe po përhapet në gjithë thandej, në gjithë botën, në gjithë rruzën toksor. Dhe më thonë, kam rri në çdo shtëpi, ka hy fjala Islam, fjala Allah dhe fjala musliman ka hy pothuajse në gjitha shtëpijat e njerëzve, si të muslimant, ashtu edhe të jo muslimant. Po i përfshi gjithë, ashtu edhe jo muslimant, si të krishterët, jahudit, njerëz pagan, njerëz ateista dhe gjithë të tjerë. Prandaj nuk ka arsye nëse në ditën e gjykimit ku dalim për Allahut madhrum, nuk kemi arsye as të njëri në këtë fytyrë tokë me thonë që nuk e kom ditë, sepse Allahu e di mas mjeti çka dim e çka nuk dim. Prandaj ju bëj apel edhe një herë, kthehuni në rrugën e vërtet, rrugën e tauhidit, rrugën e Allahut, që nuk ka tjetër përveç tij, një dhe i vetëm i pa shoq, dhe dëshmoni shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kjo është dëshmia për ata të cilët nuk janë ende musliman, për më fut në islam, për më pranu islamin, më bo musliman dhe me pështu në këtë duje edhe në ahiret, që Allahu t'ju fut në xhenetin e mrekullueshëm. Pra, apeli me fundit, kthehuni rrugën e vërtet dhe mos hubni, sepse nuk kemi dëshirë me humb asnjë njeri në këtë dje, sepse çdo njeri është i vlefshëm. Allahu është krijues i çdo gjëje, prandaj krijuesi nuk është i kënaqur me robën e tij qofse devijon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.